Vetëm 8 kohë krahare çdo ditë I japin lam të mirë çdo sëmundje, ja si t'i përdorni. Krahasuar me të gjitha frutat e tjera të thata, arrat përmbajnë përqendrime të larta të acideve yndyrore omega-3. Së bashku me yndyrnat e shëndetshme, arrat përmbajnë mangan, bakër, magnez, fosfor, vitaminë B6, folat dhe tiamin. Përfitimet shëndetësore të arrave përfshin aftësinë për të luftuar depresionin, për të parandaluar shumimin e qelizave të dëmshme dhe për të përmirësuar shëndetin e trurit, zemrës dhe sistemin riprodhues. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nëse konsumoni 5 deri në 8 kokëra arra çdo ditë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Ato ndihmojnë në lehtësimin e simptomave të depresionit dhe ndihmojnë në luftën kundër tij. Një sasi e acideve yndyrore omega-3 të arrave veprojnë si zgjidhje natyrale kundër depresionit. Ullëntimi tregoi se nivelet e ulta të yndyrës omega-3 në trupin tuaj mund të kontribuojnë në depresion, si dhe në çrregullime të sjelljes. Acidet yndyrore esenciale që gjenden me shumicë të arrat ndihmojnë në funksionet e neurotransmetuesve. Arrat janë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin e trurit. Yndyrnat omega-3 ndihmojnë në ngadalësimin e plakes dhe parandalimin e çrregullimeve të lidhura kryesisht edhe me moshën. Nivelet e larta të yndyrnave omega-3 mund të zvogëlojnë gjithashtu nga organizmi riskun e problemeve të demencës, sëmundjeve të Alzheimerit, gjithashtu edhe dëmtimeve të ndryshme të trurit. Sigurimi një diete të tillë ushqyese mund të luajë një rol parandalues kundër këtyre komplikacioneve. Shtimi I arrave në dietën tuaj mund të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë në shëndetin tuaj të zemrës. Përfitimet shëndetësore të arrave përmirësojnë shëndetin e zemrës. Studimet kanë treguar një lidhje mes konsumit të arrave dhe përmirësimit të shëndetit të zemrës. Yndyrnat e shëndetshme punojnë për të mbajtur arteriet e pastra, për të përmirësuar kështu qarkullimin e gjakut, për të ulur inflamacionin dhe për të balancuar nivelin e kolesterolit. Shtimi I arrave në dietën tuaj të rregullt ushqyese mund të parandalojnë problemet e radikaleve të lira në organizëm. Antioksidantët që gjenden te arrat ndihmojnë në luftën kundër inflamacioneve dhe forcimin e sistemit tuaj imunitar, për të parandaluar gjithashtu formimin e qelizave të dëmshme. Arrat përshpejtojnë metabolizmin. Të pasura me element të mirë të proteinës, yndyrnave dhe fibrave, arrat na bëjnë të ndjehemi më të ngopur. Acidet yndyrore të arrave ndihmojnë në djegjen e dhjamit të barkut dhe nxisin gjithashtu edhe metabolizmin tuaj. Arrat përmbajnë nivele shumë të mira të kalciumit, magnezit, fosforit dhe kaliumit. Këto lëndë ushqyese luajnë një rol të mirë në zhvillimin e një truri më të shëndetshëm dhe gjithashtu në trupin e mbrojtur, duke mbajtur larg edhe komplikacionet. Mangani në mënyrë specifike mbështet edhe shëndetin riprodhues, në shërimin e plakëve dhe zhvillimin e trurit. Ndaj shtimi I arrave në dietën tuaj do të përkthehej në një mbrojtje më të mirë për elementet e tyre ushqyes dhe parandalimin e komplikacioneve që I kanosin organizmit tuaj në tërësi. Shtimi I arrave në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një përzgjedhje e çmuar ushqyese që mund të luajë një rol të mirë edhe në parandalimin e problemeve të shëndetit të zemrës. Arrat janë të certifikuara nga Shoqata Amerikane e Zemrës, që do të thotë se ato janë në një ushqim I shëndetshëm për zemrën. Kjo përfshin përmbajtjen e ulët të natriumit, yndyrnave të ngopura dhe yndyrnave trans që mund të bëjnë të paktën 10% të vlerës ditore të vitaminës A, të vitaminës C, të niveleve të mira të hekurit, proteinave dhe fibrave dietike. Ndaj konsumit tyre në menun tuaj ditore do të përkthehet një element të mirë ushqyes. Ushqimet e shëndetshme për zemrën mund të ndikojnë pozitivisht edhe te yndyrnat, proteinat dhe fibrat dietike. Ushqimet e shëndetshme për zemrën mund të ndikojnë gjithashtu pozitivisht në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi I arrave në dietën tuaj mund të luajë një rol pararendës mjaft të mirë ushqyes, edhe në lehtësimin e një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Sa më shumë arra të shtoni në dietën tuaj, aq më shumë përfitime do të keni në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ato mund të ofrojnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit.
Një studim i vitit 2021 botuar në revistën Circulation zbuloi se të moshuarit që konsumojnë rregullisht arë në dietën e tyre kanë përfitime më të mira të shëndetit në luftën kundër komplikacioneve dhe reduktimin e shqetësimeve të shëndetit të zemrës. Ato mund të përmirësojnë shëndetin e zorëve. Kërkimet e kohëve të fundit rreth shëndetit të zorëve kanë treguar se sa e ushqyeshme është arra kur bëhet fjala për botën e biotikëve, prebiotikët për të qenë më të saktë. Studimi i vitit 2023 tregoi se arrat kanë potencialin e tyre të veprojnë si prebiotik, duke shërbyer kështu si një burim ushqimi për mikrobiomën e dobishme të sistemit tuaj gastrointestinal. Arrat ndihmojnë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të kujtesës. Falë përmbajtjes së tyre të lartë të acideve yndyrore omega-3, arrat kanë në përmbajtje të tyre lëndë ushqyese që kanë efekte të fuqishme antioksiduese, gjithashtu edhe antiinflamatore të cilat ndihmojnë në luftën kundër problemeve të cilat mund të ndikojnë në situatat tuaja stresuese, duke nxitur një kujtesë më të mirë në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Konsumi një porcioni të paktën çdo ditë të arrave mund t'i ofrojë trurit tuaj një mbrojtje më të mirë kundër problemeve të rënies së njohjes. Kjo falë antioksidantëve të shumtë ushqyes që ato ofrojnë. Arrat janë një përzgjedhje shumë e mirë në promovimin e rritjes së trurit dhe gjithashtu në rritjen e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Arrat mund të reduktojnë stresin dhe të përmirësojnë shëndetin mendor. Arrat janë të pasur me përbërës neurombështetës duke përfshirë melatoninën, folatin, vitaminën E dhe elemente të tjerë të cilat janë të rëndësishëm në mbrojtjen e shëndetit tuaj mendor. Studimi botuar në revistën Nutrient zbuloi se ngrënia rreth 2 racione me arra në ditë për 16 javë me radhë përmirësoi nivelin e stresit dhe depresionit, ndihmoi në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe përmirësoi shëndetin e përgjithshëm mendor. Plus, rezultatet e tyre zbuluan se sasia e konsumit të arrave çoi në një performancë më të mirë në mikrobiomën e shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve. Arrat janë një përzgjedhje mjaft e mirë ushqyese në stabilitetin më të mirë të luhatjeve të sheqerit në trup, dhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do të përkthehej në një mbrojtje të mirë të organizmit. Arrat ndihmojnë në stabilitetin më të mirë të luhatjeve të sheqerit. Këshillohet t'i konsumoni arrat e freskëta, të cilat janë vërtet fantastike në mbrojtjen e shëndetit. Ngrënia e arrave çdo ditë nuk është e këshillueshme për të gjithë, sidomos për ata persona që kanë intolerancë ndaj tyre dhe probleme të alergjive. Sipas Eating Well, konsumi i arrave në dietën tuaj do të kthehet në një faktor të mirë ushqyes, por gjithmonë brenda normës lejuar dhe asnjëherë duke i tepruar në mënyrë të rregullt. Arrat janë një produkt i jashtëzakonshëm veçanërisht për nevojat e trupit tonë në vjesht. Arrat janë vërtet një minjerë antioksidantëve që kanë efekte të mira në shëndetin e zemrës, trurit dhe sistemin kockor. Gjithashtu për më tepër, këto produkte përfshihen në listën e ushqimeve që ndihmojnë në parandalimin e problemeve të radikaleve të lira. Frutat e arrave janë gjithashtu të koncentruara me acidin lineolik, një substancë që mbron sistemin kardiovaskular, rregullon gjithashtu qarkullimin e mirë të gjakut, ul kolesterolin e keq dhe rregullon normat e tensionit të lartë. Përdorimi i arrave forcon thonjtë dhe flokun tuaj. Zvogëlon çrregullimet e organizmit gjatë vjeshtës dhe funksionon më të mirë kundër problemeve të artritit reumatoid. Në këtë mënyrë ato mirëmbajnë shëndetin e kockave dhe largojnë mundësinë e osteoporozës. Studimet e kohëve të fundit kanë treguar se acidet yndyrore omega-3 që gjenden te arrat, ku bën pjesë acidi lineolik i arrave, do të përmirësojë energjinë të personat që i konsumojnë ato. Veprimi i arrave si produkt antiinflamator i atribuohet gjithashtu sinergjisë midis acideve elagjike, vitaminës C dhe efekteve kundër inflamacioneve dhe degradimit të qelizave. Përfundimisht, omega-3 që i përmbajnë arrat veprojnë gjithashtu si një mbrojtje në tru, duke përmirësuar performancën e funksioneve nervore dhe aftësinë për të përmirësuar kujtesën dhe gjithashtu të mësuarin. Shtimi i arrave në dietën tuaj të përgjithshme do të përkthehet në një element të shtuar ushqimor në betejën kundër komplikacioneve dhe rënies së aftësive të organizmit. Konsumojeni arrat në mënyrë të rregullt dhe brenda sasive të rekomanduara për të marrë më shumë përfitime në dietën tuaj të përgjithshme. Vëmendje:
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.